Kushtetuta e Kosovës ndër parimet themelore parashes se parimi i ndarjes së pushteteve apo parimi i kontrollit dhe balancit është një ndër vlerat dhe parakushtet të funksionimit kushtetues të institucioneve. Në situatën aktuale me mungesën e kuvendit funksional, por rrezikohet ky parim kushtetues. Prandaj edhe sot në takimin e parë kam inkurajuar liderët e partive politike që në funksion të realizimit të këtij parimi kushtetues të gjejnë zgjidhje të përbashkët për konstituimin e kuvendit, që përveç se do të siguronte funksionimin kushtetues të institucioneve, po ashtu do të hapte rrugë edhe për krijimin e qeverisë së re. Ky është vetëm takimi i parë dhe natyrisht nëse shihet e nevojshme nga java tjetër do të takoj edhe liderët e partive individualisht, për të vazhduar pastaj edhe me formate të tjera sipas nevojës. Po ashtu sa për sqarim, këto nuk janë konsultime për krijimin e qeverisë së re, me që siç e dini këto ekskluzivisht i takojnë negociatave ndërmjet partive politike. Diskutimet e sotme, s'paku nga ana ime, kanë qenë të fokusuara në tërësi tek çështja e konstituimit të kuvendit si një ndër shtyllat kryesore të funksionimit kushtetues të vendit tonë. Disa prej pasojave me të cilat po ballafaqohet vendi ynë dhe qytetarët tonë nga mos konstituimi i kuvendit përfshin zvarritjen e panevojshme të procesit të disbursimit të mjeteve financiare nga plani i rritjes BE-s, llogaritën diku afër 900 milion euro. Do të ishte përfitimi i Republikës së Kosovës, sikur kuvendi i Republikës së Kosovës ta ratifikonte instrumentin apo marrëveshjen mes Kosovës dhe BE-s për disbursimin e këtyre mjeteve. Dëme tjera përfshin zvarritjen e panevojshme të proceseve që do të mund të çonin tek antarësimi qoftë në organizata, qoftë në iniciativa të tjera të natyrës ndërkombëtare, zvarritjen e miratimit të ligjeve, të cilat janë të domosdoshme për ecjen përpara të vendit tonë dhe mbrojtjen e interesave të qytetarëve. Pastaj është edhe dëmtimi i besimit të qytetarëve në institucione, por edhe dëmtimi i imazhit të shtetit tonë ndërkombëtarisht. Dua që në fakt i përgëzoj të gjithë liderët pjesëmarrës për qasjen e tyre konstruktive përgjatë këtij takimi, sado që kishin qëndrime të ndryshme në shumicën ndërmuese të temave, siç e dini edhe ju vetë, megjithatë me një qasje konstruktive dhe secili prej tyre treguan vullnet të mirë që të gjendet një zgjidhje përpara që të konstituohet kuvendi sa më parë dhe të kemi një legjislativ funksional. Nëse mund ta them kështu, ekziston një disponim minimal i cili jam e bindur që do të rritet me kalimin e kohës, e cila shpresoj shumë nuk do të jetë shumë kohë e gjatë. Por çka ka dëshmuar takimi i sotëm është se dialogu politik, dialogu konstruktiv, dialogu bazuar në parimin e respektit të ndërsjellë është i domosdoshëm. Është i domosdoshëm për vendin tonë, është i domosdoshëm për institucionet, është i domosdoshëm që të shihet dhe të ndihet nga qytetarët tanë, dhe është i domosdoshëm edhe për imazhin që e krijon Kosova botërisht. Diskutuam edhe për zbrazësirat kushtetuese që kanë mbetur nga gjykimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2014. Siç e dini, ai gjykim nuk ka përcaktuar ndonjë afat kohor për procesin sa i përket konstituimit të kuvendit. E kam shpreh gatishmërinë pas diskutimeve me liderët në këtë takim të parë që të shohim rrugën përpara nëse është e nevojshme. Megjithatë, për momentin mendoj që duhet të vazhdojmë përpjekjet për krijimin e institucioneve me vetë vullnetin e partive politike. Një opcion është që vetë deputetët ta shfrytëzojnë këtë të drejtë që u jap neni 113 i kushtetutës. Deri tani OAK-ja ka kontestuar një vendim, por që lidhet drejt për së drejti vetëm me formën e votimit, jo domosdoshmërisht për procese tjera. Mënyra tjetër është që unë si presidente e Republikës të shfrytëzoj prerogativat kushtetuese dhe t'i drejtohem gjykatës kushtetuese. Sot ajo çfarë kam shprehur para liderëve është që nëse do të kishte pajtim edhe nga ana e tyre, unë nuk kam ndonjë problem që ta dërgoj këtë çështje në gjykatën kushtetuese, nuk pat ndonjë kundërshtim nga asnjëri prej tyre, megjithatë ne do të presim nëse ditët në vijim do të rezultojnë me marrëveshje politike. Takimet do të vazhdojnë, diskutimet do të vazhdojnë, dialogu politik është i domosdoshëm.